Në Tamar të Malësisë së Madhe u përkujtua 81 vjetori i kryengritjes së Pregcalit dhe malësorëve të tjerë kundër regjimit komunist, që përfundoi me vrasjen e tij dhe 8 të tjerëve dhe dënimin e 25 personave. Unioni Mbarkombëtar i ishte përndjekurve politik ka marrë përsipër një nisëm për realizimin e një busti për Pregcalin në Vërmosh, ndërsa i bën thirrje diasporës dhe kujdo tjetër që të kontribojë. Unioni Mbarkombëtar i Integrimit Burgosërve të përndjekur politik të Shqipërisë shpalos projektin e ndërtimit të obeliskut në Vërmosh të herojt Pregcalit Kelmendi Therret. Na ktheni herojnë e kufirit shtetëror shqiptaro-malazes Pregcalin mas 81 vitesh. Vërmoshi don birin e tij në vendlindjen e tij. Historiani Romeo Gurakuqi vlerësoi figurën e Pregcalit dhe tha se Shqipëria nuk mund të integrohet në Europë pa dënuar krimet e komunizmit. Malësia është një dhe e pandam në shpirt dhe kufini vitit 1944 nuk është ai kufini ku njohim ne sot. Në vitin 1944 kufini ka qenë në Triesh dhe në Koj. Kufini Shqipënisë, shteti shqiptar. Ne duhet të kuptojmë sot se kryengritja e Kelmendit ka një përmbajtje shumë më të gjatë në historinë e shtetit ton kombëtar. Pregcali luftoi dhe mbrojt trojet e Malësisë së Madhe prej pushtuesve serbo-malazez, por pavarësisht kontributit të tij për kombin, u ekzekutua prej komunistëve me 25 mars të vitit 1945, që në ditët e para të regjimit të diktaturës pas rezistencës që bën malësorët.